Bashkia Vaudeës dhe Ministria e Ekonomisë kanë nisur investimin i cili synon rikualifikimin urban të rrugëve të mjedës. Rekonstruksioni i rrugëve dhe sistemit të kanalizimeve në mjedë ishte një ndërhyrje domosdoshme për komunitetin lokal, tha kryebashkiaku Kristian Shkreli. Fillimisht ndodhemi në fshatin Mjedë, ku kanë filluar punimet për investimin e rrugëve të mjedës, kanalizim, ndriçim, trotuar dhe asfaltim i rrugëve të fshatit Mjedë. Ky investim është në bashkëfinancim bashkia me Ministrinë e Ekonomisë, të cilët na kanë dhënë fondin dhe po fillojmë punimet. Ky investim ka qenë shumë i nevojshëm për këtë fshat, sepse si shihet rrugët janë kanë të pakalueshme me makina. Shpresojmë që t'ja lehtësojmë jetën sa më shumë qytetarëve të Bashkisë Vaudësit me infrastrukturën që po bëjmë. Prej vitesh, infrastruktura rrugore amortizuar dhe mungesa e kanalizimeve kanë krijuar vështirësi në lëvizje, sidomos gjatë stinës së rreshjeve, duke ndikuar në cilësinë e jetesës dhe zhvillimin e zonës. Banorët e cilësojnë investimin si lehtësim dhe zhvillim për jetesën e përditshme. Faleminderit për bashkisë që na ka krijuar, na ka bëu këtë investim se 35 vjet vetëm një rrugë që ka shtruar ditë do doni këto, por akenë edhe tjerë s'kanë menuar asnjë për mjedë. Ky investim është shumë i favorshëm për ne. Më merr mendja se 3000 banor janë 1600 familje. S'ka menuar kush për ne hiç fare. Ky është investimi që bëhet për bashkinë, pas fasën e bardhë, Zoti jeni moft. Kjo investim është i jashtëzakonshëm. Zoti jeni moft ata që amundu për ne. Shumë i nevojshëm ishte. Po 35 vjet që janë të prit, faleminderit për bashkisë, ma të ujë zot. Ka pas shumë nevojshëm. Të që nduboj punë mirë, faleminderit për bashkisë. Ky projekt synon të përmirësojë ndjeshëm qarkullimin, të rrisë sigurinë rrugore dhe të zgjidhë përfundimisht problemet e ujërave të ndotura dhe atyre të shiut. Fal këtij investimi, Mjeda do të ketë një infrastrukturë moderne, më funksionale dhe më të pastër, që i shërben banorëve dhe nxit zhvillimin urban e ekonomik të zonës.